Këshilli i mandateve dhe imuniteteve vendosi që të dalë me 2 raporte ku përfaqësues të Partisë Demokratike kanë vendosur që të shkojnë në kuvent për autorizim për arrestimin e Belinda Ballukut, ndërsa Partia Socialiste deklaron që nuk do ta japë autorizimin për arrestimin e Belinda Ballukut. Megjithatë, do të jetë kuvendi që do të vendos lidhur me këtë kërkesë të prokurorisë së posaçme. Gjithashtu kemi pasur një deklaratë shumë të fortë të prokurorëve të SPAK-ut, të cilët kanë deklaruar se disa të fortë kanë kërcënuar dëshmitarët lidhur me, po themi, procedimin e Belinda Ballukut. Për të folur për këtë çështje kam të ftuar në një lidhje direkte analistën e njohur Genz Burimi. Zoti Burimi, faleminderit shumë për intervistën. Po, ju përshëndes. Zoti Burimi, si e pat gjithë këtë, po themi, proces të Këshillit Mandateve dhe vendimit të Partisë Socialiste që të mos jap okein për arrestimin e Belinda Ballukut? Vendimi pritet në datë 5 mars. Sot u dha tendenca pra që majoranca socialiste në seancë plenare në 5 mars nuk do e votoj heqjen e imunitetit të Ballukut, pra nuk do lejoj arrestimin e Ballukut, me argumenti që sot e mësuam nga zoti Balla, që mjafton heqja pra përzullimi nga posti si zëvendës kryeministre. Kjo është një masë mjaftueshme për këtë parti që SPAK të bëj punën e saj. Ishte e pritshme, nuk ka asnjë surprizë deri tani, pra Rama që ndron besnik atij skenari të mbroj me çdo kush deri në fund zëvendës kryeministre. Zoti Burimi, pse Rama vendos që ta po themi mbroj deri në fund zonjën Balluku, ndryshe nga çka bërë me po themi ish kolegët e tjerë siç është zoti Ahmetaj, zoti Tahiri, Veliaj dhe të tjerë? Të gjitha gjasat janë se zonja Balluku ka në krahasim të tjerët dosje që mund ta vështirësojnë pozitën e zotit Rama, domethënë që në rast se ajo ballafaqohet me një arrestim, ai do thotë që shumë prej atyre akuzave që më ngarkohen mua kanë si shkak urdhra që ka marrë nga sipër nga kryeministri. Pra kjo e bën Ramën për mendimin tim dhe shumë tjerëve që ai ta mbrojë me mishë thonj Ballukun, sepse pora Balluku bie dhe ai vetë edhe në këtë rast Rama rrezikon dy skenare, pra skenarin e ftojes ose të një kordoni sanitar që mund të vërë rreth tij Bashkimi Evropian dhe skenarin e vazhdimit të protestave me riskun që mund të ketë një ditë një tragjedi në rrugë. Megjithatë, duket se Partia Socialiste dhe Edi Rama po del kundër ndërkombëtarëve të cilët kanë kërkuar që kuventi ta adresojë në mënyrë të menjëhershme, po themi, dhënien e autorizimit për arrestimin e Belinda Ballukut. Ose më saktë ata kanë qenë pak më diplomat duke theksuar që kuventi ta adresojë këtë çështje, pra pa pasur një lloj preference, por në leximin e rrjeshta duket se janë pro një hetimi ashtu siç prokuroria kërkon, pra me masë sigurie, ndoshta arrest shpi arrest me burg. Apo duket se është futur në një përplasje ndoshta të pakthyeshme mes ndërkombëtarëve dhe zotit Rama? I pakthyeshme jo, sepse dhe një të presim datën 5 mars, çfarë do? Gjithë ato janë një supozime, ashtu si dhe për gjykatën e Hagës, të presim si do të jetë verdikti përfundimtar. Që edhe një herë gjithë të pakthyeshme. Që të flasim me tema juridike. Por që Rama se kupton në çfarë pozitë vështirë e vë ai Shqipërinë veten dhe europianët, sepse europianët nuk është një institucion. Në procesin e integrimit ke 3 biles, do të thoya 4 institucione, ishte fusim dhe mediat. Ke Komisionin Evropian që bën negociatat, ke Parlamentin Evropian që ka me rregullore që çdo vit të auditoj atë që bën komisioni, prandaj dhe erdhi javën e kaluar delegacioni i komisionit, ke edhe Këshillin Evropian, pasi thua kryetarët e shteteve dhe qeverive që më parë pastaj e transmetojnë dosjen e integrimit parlamenteve të vendeve përkatëse për ratifikim. Edhe shtohet edhe një hall të katërt që janë mediat, që krijojnë në opinionin publik të Evropës perëndimore, Evropës Bashkuar, nëse ky vend apo jo është i gatshëm. Në këto 4 hall ka sot Rama i vënë në fuqishësi.
i zhvilloi shumë vështirësi dhe duket sepse dhe po të doj ta bëj me hatër komisioni, meqenëse federali është mike e Melonit dhe tjera, është parlamenti që s'mund të se parlamenti po bëhet nga parti po ashtu që nuk janë të kampit të Ramës, janë të djatha. Po ashtu dhe në Bashkimin Evropian, vende si Gjermania, e zëm që Italia për shembull e mbyll syt në Këshillin Evropian, Meloni ka gjithmonë me vete ai. Macron këtu të drejtë më pasiv në këtë çështje sepse hyn në një vit elektoral Franca dhe Macron nuk është në fuqi, pra Gjermania do të jetë gjithmonë shumë aktive në dosjen e Shqipërisë. Plus sa shtoi që çdo javë që protesta të dalin artikuj Reuters, AFP, janë matricat e agjencive të lajmeve që pastaj ushqejnë gazetat e rangut të dytë, që janë të rëndësishme, por që janë pas agjencive, pra po krijohet një koktel Molotov institucional dhe mediatik anti-Shqipëri në këtë moment, anti-qeverisë Rama. Atëherë Rama sigurisht që këtë gjë e di. Atë gjë e di, po ai llogarit kostot dhe benefitin. Kostoja po e dorëzoi Ballukun është që ai vetë mund të bjerë mbrapa. Nëse Balluku pastaj fillon të flet. Benefiti çfarë do ishte të rregullohesh me europianët vazhdonte procesin e integrimit. Po di fare mirë Rama që ky proces integrimi do s'do ai vitin e ardhshëm mund bllokohet vetvetiu nëse sipas gjitha sondazheve në Francë vjen në fuqi partia e Le Penit për të zëvendësuar Macronin vitin e ardhshëm. Që Rama thotë që përse të sakrifikoj veten unë, ndërkohë që vetë integrimi mund të mbyllet vetvetiu për shkak të ndryshimit politik në Francë fillimisht, mbas mbrapa dhe në Gjermani. Në këtë rast Rama thotë që po e bllokoj dosjen e Ballukut, do gecet integrimit dhe do ja rras këtë gjë, do ja mbesh këtë gjë të përgjegjësi opozitës që hodhi balt me Shqipërinë. Kjo është pak a shumë strategjia e tij. Po i harron diçka tjetër se në këtë rast gjermanët mund të bëjnë me Shqipërinë siç po bëjnë me Serbinë. Domethënë gjermanët në këtë rast duke parë këtë lojë të Ramës, mund të fillojnë nga mbrapa të inkurajojnë protestat, siç bësh asaj kohe në Shqipëri me shoqatën mjaft të rebeliait, ku ishte shoqat i financohesh nga perëndimorët. Dhe gjermanët, nëse Rama i shpalli në mënyrë gjermanëve, luftë, se gjermanët ndonjëherë se nga 3 vende që janë sot në Evropë që kanë peshë politike, Spanja është pak larg, është Italia, Franca dhe Gjermania. Këto dy vende të para, Italinë e ka aleate Rama për refugjatët. Franca dhe njëra është pak a shumë e shkonjektuar, ngjelet Gjermania. Kështu që do hym pastaj në skenarin e protestave që prakisin një rrezik të madh për Ramën. Rrezik se në këto protesta po vazhdua me këtë rregullsi që s'është parë kurrë Shqipëri përpara. Matematikisht ke një probabilitet që mund të ketë një të vdekur. Qoftë nga dhuna policore, po qoftë edhe një vdekur nga një alergji që mund bësh nga përdorimi i dozës së madhe të gazit të qiellës, apo mund të jetë edhe një, po vazhdoj kështu, mund të kesh edhe një element rus apo serb, agjitur huaj që vjen të bëjë një atentat dhe që të krijohet në Shqipëri, një rrëmuj. Në këtë rast, nëse marrim historinë botërore, kohët e fundit kemi dy shembuj në rast të tilla. Për shembullin e Kievit, Mejdanit, në 2014, pra në janar shkurt, kur e pam domethënë që një president i zgjedhur demokratikisht u rrëzua. Kemi në shembullin e Argjentinës. Argentina e vitit 2000, dhjetori 2000, kur presidenti i zgjedhur 2 vjet më parë ka qenë Ferdinando del Hua, aty u kap zëvendësi i presidenti i Argentinës, Alvarez së kohë për korrupsion. Filluan banka domethënë të mbyllin llogari bankare dhe të tjera. Demonstrant protest në rrugë, deri jashtë kontrollit. Dhe Hua, presidenti urdhëron ushtrinë të bëjë ballë, 39 të vdekur. Shkoi populli dhe kapi presidencën dhe u detyrua largua dhe Hua u largua me helikopter nga vendi. Domethënë që janë situata që europianët i dinë fare mirë në Shqipëri, mbase s'ka shumë memorie as shumë kulturë ndërkombëtare, po e dimë që këto situatash mund të shkojnë shumë keq. Se nuk bëhet më tani fjala për një protestë një 3 muaj, por bëhet gati çdo javë, gati çdo 2 javë. Ky do jetë gjithnjë më madh presioni ke Rama, do jetë më presion për integrimin, nëse Rama ka vendosur të sabotoj. Do të ndërkombëtarët problemi shqiptarëve është, por jetë presion që në Shqipëri mos të ketë trazira, se Shqipëria ky është si thua avantazhi i madh të Shqipërisë dhe i Ramës, që në këtë Ballkan gjithmonë me tensione, Shqipëria ishte një ishull paqeje dhe stabiliteti. Gjë që Rama po e prish thjesht për një vendim që nuk po e jep, pra që të lëshoj Ballukun. Zoti Burimi, në analizën që bëni të gjithë faktorëve
deri tani, a besoni që kanë nisur rruga për rrëzimin e Ramës nga faktorët e jashtëm, pra nga ndërkombëtarët, të ndihmuar pastaj edhe nga partitë opozitare në Shqipëri? Nuk ndodh kështu. Do që të ketë, po pati rrëzimi mund ndodh vetëm me zgjedhje, se kur thua rrëzim, s'mund të ketë vakum. Ai vakum do mbushet në Argjentinë për shembull, kur iku rrua me helikopter, që se krahasoj me Ramën, mbasi ndodhi tragjedi, gjaku, 39 të vrarë, nuk janë pak. Mund të shkon shpejt në masakër. Parlamenti i Argjentinës zgjodhi president të përkohshëm, disa vënë zgjedhje. Pra, në një moment do kalosh në zgjedhje. Kështu që ato që mund të bëjnë ndërkombëtarët është këtë që propon sot Partia Demokratike. Pra, të përshpejtohet kalendari i zgjedhjeve. Mos pritet deri në 2029, është shumë larg, mund mbajë vendi 3 vite gjysmë ende me këtë situatë. Por mund të shkohet drejt zgjedhjeve parakohshme me qeveri teknike. Një qeveri teknike që për as për Ramën, as për ndërkombëtarët nuk është tabu, sepse në 2017 ishte një gjerman, ai që erdhi prapë Tiranë para një jave, Makaristar, që negocioi qeveri teknike asaj kohe me Bashën dhe me Ramën, ndonse Rama qëndroi prapë në kryetari i qeverisë teknike. Kështu që drejt saj mund të shkohet, pra drejt kësaj kërkese të Partisë Demokratike, që vendi është në një krizë madhore, ky balloku nuk e lëshon dhe të shkojmë në zgjedhje. Problemi është se po shkojmë në zgjedhje. Nëse nuk ka një alternativë, sot nuk ka alternativë. PD-ja është një alternativë, si thuash, institucionale, që është opozicë. Por nuk ka një alternativë programatore. Kjo Parti Demokratike për momentin gjykon se nuk ka nevojë për program, duhet në radhë të parë të rrëzohet i poshtri, i keqi. Paka shumë si në kohën e luftës botërore, nuk kishte nevojë për program nëse pas rënies së Hitlerit do ishte regjime komuniste apo demokratike, rëndësishme të rrëzohesh Hitlerit. Që është një strategji e gabuar, bides dhe Evropa e pagoi shtretën atë të gabim të Churchillit, që bashkoi me Stalinin, pa menduar mbrapa ç'u ndodhte. Kështu dhe PD-n. PD për mendimin tim ka gabim sot që ndërkohë që bën protesta, nuk po fillon të shfaq një alternativë që nëse ndodh ky skenar pra me ndërkombëtarët ka zgjedhje parakohshme, që njerëzit të mund të shohin çfarë do sjellë kjo Parti Demokratike më mirë se kjo qeveri në shumë fusha, jo vetëm ke korrupsioni. Më premtoj që neve do lëmë drejtsinë të jenë të përditshme. Nëse thua që u ndërtoi korrupsionin, mafian, i bie që do ketë më pak input parash në ekonomi, të them gjëra të qarta. Ajo para e pisët apo jo e pisët, që hyn në korruptare është para, krijon e punë. Pra ti nëse e mbyll para drogës, duhet mbyll para drogës. Me çfarë do ta zëvendësosh? Në bujqësinë, industri, këto gjëra nuk ka debat fare, është habitshme. Pra rreziku është që po të bësh gjëra parakohshme. Njerëzit mendojnë i korruptuar apo i korruptuar, pak në jetë të hajnë, edhe e votojnë prapë. Dhe imagjinoni pastaj që po bëhen prapë zgjedhja, prapë fitojnë. Do të vim në një konkluzion që shqiptarët, si puna e gjermanëve që votuan Hitlerin në mënyrë më konsciente për program që kishte. Ose vim në rastin e Kolombisë, që kur u vra Escobar, shumë vetë u erdhi keq për vasën e tij. Aty ku jetonte Escobar, kisha, spitalet, shkollat fitonin nga ato para. Por mos harroni edhe këtë gjë, mos kujtoni se mlefi ndaj Ramës që është real sot dhe po shikohet që sot gjithnjë më shumë ka më shumë prani në manifestime, po e tejkalon PD-n ky mlef. Ishte vështirë të silli shqiptarët, po tani shqiptarët për te PD-s e mendojnë se janë të poshëruar nga Rama ndosi balloku, s'ka kuptim se e mbron. Por kur të jenë në kuti votimi, do mendojnë për çfarë po sjell kjo PD, çfarë na premton. Prandaj për mua ka një urgjencë që Partia Demokratike mirë keq të thotë 2-3 gjëra çfarë do bëj ajo dhe 100 të para që shqiptarët të shohin ndryshim. Zoti Burimi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Kënaqësi.